është i lehtë i zbatueshëm për bizneset, apo paraqet sfida për bizneset? Jo, paraqet shumë sfida për biznesin, për arsye se tihet që ne edhe shumë herë dhe përmes mediumit juaj kemi kërkuar nga Qeveria e Republikës Kosovës që të bëhet një reformë në sistemin arsimor, në mënyrë që të lidhen kërkesat e tregut me edukimin, dhe kjo nuk ka ndodhur. Dhe sot e po në buxhetin që është prezantuar, pse s'kemi pas mundësi që ta shohim ende dokumentin se nuk është publikuar nga Qeveria ende draft ligji i buxhetit që është aprovuar sot. Dhe kjo tregon më së miri se sa ka pas transparent rreth hartimit të këtij draft buxheti, mirë po ne nuk kemi pas mundësinë që të shohim që është bën ndonjë përparim ose që është parapon ndonjë reformë në sistemin e arsimit. Kështu që sot përveç sfidës që kanë bizneset dhe mungesën e fuqisë punëtore, sfidën e dytë më të madhe që kanë bizneset është mungesa e gjetjes së fuqisë punëtore të kualifikuar. Andaj me këtë vendimin për rritjen e pagës minimale mund të prekën deri në 130.000 punëtorë. Dhe kjo padyshim që i vjen në vështirësi biznesin, siç thash, sidomos bizneset e vogla që janë në hapat e parë të tyre, në mënyrë që të rritet me pagën minimale të shkohet në 425 ose 500 dhe të mos lirohen nga tatimi të ora personale. Edhe një herë për hir të paga minimale duhet rritet apo jo, zoti Rafuna? Jo, do të rritet. Do të rritet, gjithçysh do të rritet. Mirë po jo mu rriten arsa i vynë për fushat elektorale, ose për mbledhjen e votave. Por këtë arsye duhet bëhet një studim shumë i hollësishëm. Me biznesin duhet ketë kujdes që mos ta vijë biznesin në atë fazë që biznesi të mbyllet për shkak vendimeve të qeverisë. Dhe e cilësoni këtë tërësisht vendim politik për efekt elektoral kryekpot? Po çush është marrë, ketë indikacione të çojnë ato pari. Mënyra që është marrë në mënyrë të shpejtë, domethënë neve në ora 3 mbazite na ka ardhur ftesa për mbledhjet e Këshillit Ekonomiko-Social, mu majt të nesrit në ora 10, nuk kanë marrë shumica absolute, nuk kanë qenë prezent në atë takime. Ju e keni pa, domethënë s'ka asnjë fotografi për atij takimi, ose edhe juve si media nuk ju është lënë të jeni prezent në atë takim. Dhe si u mor, si erdhi deri te propozimi, cili Këshilli Ekonomik Social mur vendim, ne i kemi pa edhe ata që kanë qenë prezent kanë thonë jo, ne nuk e përkrahemi, ne kemi kërkuar që të jetë një qeveri legjitime. Edhe pikërisht kjo është, se ne çështë shkojmë bisedojmë me dikon që nuk është qeveri, nuk kem qeveri, një qeveri që nuk është, si them, legjitime, nuk e ka mandatin 4 vjeçar që mul me bisedu me përfaqësues të sektorit privat sa i përket pagës minimale. Një vlerësim i shkurtër juaj, zoti Rafuna, sa i përket edhe miratimit të projekt buxhetit për vitin 2026.